Hamami i shtetit të vjetër është ndërtuar në stilin oriental nga Sulejman Pasha Berisha dhe nipi i tij Zeinullah Beg Berisha në shekullin e 18. Një aneks këndrejt, 15 metra i gjatë dhe 10 metra i gjerë, u shtua në fundin e shekullit të 19. Është hamami vetëm në Kosovë i cili u ndërtua me vetë financim. Atje ndërtesës ka 9 kupola, një kupolë e madhe qendrore dhe 8 kupola të vogla, të mbuluara me plomb dhe zing. Në atë kohë ishte një pjesë thelbësore e shtetit dhe përdorej si një bajnë turke. Procesi ndërtimi zgjati 2 vite. Muret e saj janë prej gurësh të mbëdhenj dhe gjerësia e mureve është 18 cm. Kati i parë është i shtruar me mermer dhe në qendër ka një shatërvan uji. Kati i dytë përdorej për të zhveshur para se të hyni në hamam. Pjesa kryesore e hamamit ka 4 dhoma. Për furnizimin e dhomave me ujë është përdorur një kazan 40 tonësh. Hamami dhe aneksi mbulojnë më shumë se 1200 metra katror. Kjo hapësirë është përdorur nga burra dhe gra në periudha të ndryshme. Burrat e vërdonin banjën në mëngjes, nga ora 7 deri në 10 të mëngjesit dhe nga ora 11 deri në 17 pasdite. Atë e përdonin gratë. Të premte dhe të dielat ishin të rezervuara për meshkujt. Hamami përdorej edhe për darsma dhe festime të tjera. Hamami ka qenë funksional deri në maj të vitit 1959. Monumenti paraset vlerë të veçantë arkitekturore orientale dhe mbrohet që nga viti 1957. Nga viti 1960 deri në vitin 2009, objekti është përdorur si një muze rajonal me 4 sektor: arkeologji, etnologji, gjeologji dhe histori. Në vitin 2009, muzeu zhvendos në një ndërtesë të ish ushtrisë. Nga nëntori vitit 2009, objekti u kthye trashëgimisë të ish pronarit dhe tashmë një pjesë e tij funksionon si restorant.